Shirat e rrëmbyeshëm në rajonin e Prespës kanë shkaktuar përmbytje serioze. Sipas qendrës rajonale për menaxhim e kriza, Lumejt, Bonska dhe Lindori kanë dalë nga shtrati në fshatat Caredvor dhe Ndërmeni, duke përmbytur mbi 50 shtëpi, magazina dhe bodrume, si dhe sipërfaqe të mëdha të tokës bujqësore. Përmbytje ka pasur edhe pranë fshatit Bollëcërka e poshtme, ku lumi Golema ka arritur nivel uji prej 210 cm. Në teren janë angazhuar ekipet të Rrugët e Maqedonisë, Ndërmarrjes Proletari dhe kompani private me gjithsej 7 pompa për të thithur ujin dhe disa eskavator për pastrimin e mbetjeve. Në lagjen Cërkfisht, po përdoren të gjitha pompat e disponueshme për riparimin e ndërtesave dhe zonat me depozitat të dheut, po pastrohen sipas prioriteteve. Në rajonin e Manastirit, lumi Shemnica ka dalë nga shtrati pranë Leras, duke përmbytur një shtëpi dhe stallat, ndërsa rruga drejt minierës Bërdo Gneotinës në Novac është e bllokuar. Në rajonin e Strumicës janë regjistruar rrëshqitje dhe në Shkup nivelet të ujit janë rritur, por deri më tani pa përmbytje. Drejtoria për punë hidrometeorologjike parashikon shira të rinj, stuhi të mundshme dhe erë të fortë jugore mbi 60 km/h. Shërbimet kompetente janë në terren, ndërsa qytetarët thirren që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të raportojnë rreziqet në numrin 112.